vetëm dua që dashurim të jetë i fiksuar me mua, të puthi tokën ku unë eci. Vot një djalë që Fjorin të ketë akatin ta mbaj. Po çunat nëse bie në gojë të çunave është sikur ke rënë në gojë të tërë Shqipërisë. Ma mirë është ajo shoqja e ngushtë që unë filloj të tallë çuna dhe mashikos, më sa idiotë. Të tallemi bashkë. Një date romantik me dashurin apo një dark me të shoqen? Ato syt me zemra i kam kështu, çdo mashkull të ta bëj ato syt me zemra tek histori. Tregoni pak, kush do ishte një takim first date ideal? Çfarë duhet bëj një djalë? Huda. Siç e pat, pra në këtë hyrje sot në episodin e kësaj jave kemi dy goca që ju besoj se i njihni, ose nëse nuk i keni njohur deri tani, ja ku erdhi rasti. Jemi me Fjorin edhe me Esterin. Fiorenca, gjatë po Fjori e ken TikTok edhe më shkurt se kur thua Fiorenca. Po është edhe më kështu. Shumë gërma, kupton. Edhe kështu më i lezetshëm Fjori, më femëror, më ti. Lule është në italisht lule. Lule? Ju mund të prisni lule. Okej, super. Gocat merren me TikTok, merren me rrjete sociale. Unë fakt nuk i kam takuar më parë, kemi rastisur shumë në disa mjedise shoqërie përbashkët, po nuk Ti më ke parë mua. Po. I kam Ma jo për vete. I kam stalkeruar unë nga mbrapa. Janë pak se sushme se janë vipa dalin në TikTok. Nuk përshtaten me njerëzit e thjeshtë. Më kupton edhe, po jo, vërtet, për te shakas ishin super fan, super galla, domethënë edhe kur kemi folur në telefon, edhe kur kemi folur para se dilshim regjistrim, unë jam mek me ju të dyja, kështu që më thën drejtën e kam pas me shumë qejf. Akoma lotin këtu në sy. Tash po të bëj kompliment mos tall me nderën me mua. Je shumë i mirë. Edhe siç po thoja më shumë i lumtur që jo kam të dyjave sot edhe do kënaqemi. Po tani pyesni veten ju se çfarë do flasim. Po për shembull, morëm shkas nga ato gjërat që ndodhin në përditshmëritë e brezi jon, te kjo grup mosha jon. Ju sa vjeç jeni një herë secila? Unë jam 18 dhe bëj 19. Unë jam 19, po dukem si 25. Unë jam 19. Po mirë, një grup moshë jemi, po, një brez një ashtu. Gjenerata jemi? Gen Z. Tash një gjë që ndodh shumë çuditshëm, edhe ndodh vërtet shumë. Paktën dhe nga eksperiencat personale që mund kemi pasur ose që kemi dëgjuar dhe nga shokët dhe shoqet, është që ka një raport shumë të çuditshëm dhe shumë të shpifur midis një vajze që lidhet me një djalë dhe shoqes së ngushtë. Pra jo raporti tyrimisht vajza me vajzën pasi lidhet, që edhe këtë do ta prekim. Po për shembull, një djalë është gjithmonë në armiqësi me shoqen e ngushtë të vajzës. Edhe kjo gjëja unë mendoj që ka shumë arsye sepse ndodh dhe do ta shpjegojmë. Dhe pse morën pikërisht këto dyja për këtë është se këto dyja në të vërtetë janë shoqe të ngushta. Kështu që do flasim për këtë dhe për shumë çështje tjera, se me shumë siguri rrof që është podcasti im, a kupton se nuk do ndihem fare sot. Ne hapim barkun. Po s'ka gjë, jam shumë i lumtur, le ta kem pushim këtë javë, kështu që ndihuni të lira thoni çfarë doni. Po fillimisht tani na nisim çik zbut, tani nisim çik lezet, si u njohët ju të dyja. Ne në fakt, Ester më ka bërë follow e para, unë se kjo është kjo e bën hapin e parë, unë jam më pak më kështu. Është pak më rezervuar. Jam më rezervuar edhe jo komente, më bën të shpesh komente kjo mua, i bëra dhe un follow back etj derisa një mikesha jone përbashkët na ftoi për një si tip bashkëpunimi në një biznes dhe unë aty kam takuar Esterin për herë të parë dhe kishim një klik. Edhe direkt u bëm. Do të thënë persona që kanë qenë aty kanë kujtuar këto, kush e di se sa vite, kohë kanë që një po jo, është hera parë që ne takohemi. Po mirë, besoj jeni në këtë stadin që çdo gjë që keni, çdo gjë e tregoni, i dini të mira, zeza, të bardha. Në 3 të natës, po. Ester i merr në 3 të natës. Kemi diçka sepse nuk na lidh asnjë shoqëri tjetër, edhe është thjesht shoqëria e ne të dyjave. Kupton? Do të thënë nuk është se kemi shoqëri të përbashkët që se kur je në një grup shoqëror nuk është se mund diskutosh shumë me një gocë për grupin, sepse ka një mundësi shumë të lartë që ai person të merren vesh, kurse ne nga jemi nga 2 grupe shoqërore të ndryshme, për shembull jam nga Fiera, është nga Tirana dhe thjesht jemi bërë bashk, mund të diskutojmë shumë më hapur me disa tema që s'mund të diskutojmë me një gocë apo një djalë që jemi në grupin ton shoqëror. Domethënë me çfarë kuptohet tani është që ju të dyja keni një raport shumë të ngushtë, edhe shumë mirë bëni dhe kam përshtypjen që në gjë që diskutoni një kategori të caktuar se diskutime për çuna, ta kuptoj se normalisht kjo është gjë që do flitet, sikurse të dy shok mund të flasin për një vajzë, po fakt me çuna nuk ndodh shumë, a kupton? Më tepër ndodh me gocat. Jo, nuk është se tregon shumë detaje. Kështu se update-on shumë. Ne ke gabim. Mund të ketë ndonjë rast të caktuar, po jo ai shumë sa juve. E vërtet, ne na dëgjosh në kafe, ne Jo, nuk e kam të ju dyja, po thjesht komentojnë më shumë, në përgjithësi jo, nuk flasin çunat mendoj unë për lidhjet e tyre, sa mund tregojnë vajzat mes njëra tjetrës. Po, e vërtet se është dhe mënyra se si e shohin çunat një lidhje dhe si e shohin dhe përjetojnë gocat në lidhje, se nuk është njëjta gjë. Pse ku qëndron diferenca? Duam apo s'duam ne, kemi në natyrë,
Sado që ne rezervojmë veten e tjerë, ne jemi më emocionale, më empatike, në çfarë lloj lidhje, sikur të jetë edhe një lidhje një ditore, ne përsëri do investohemi. Unë mendoj që djemtë janë shumë më keq në lidhje se sa vajzat kur diskutojnë tema, sepse di shumë raste nuk kuptoj këtë gjë, që gocat do t'ja thonë shoqes së tyre, po çunat nëse bien në gojë të çunave është sikur ke rënë në gojë të tërë Shqipërisë. Mos të dalë një fjalë nga një grup shoqëror apo thjesht për shembull nga i dashuri që a thot shokut si për t'i marr për shembull këshill për mua apo për Fiorin apo për ex të dashurën. Thjesht nëse e merr vesh ai shoku, ata kanë një grup shoqëror që do hapet çdo lloj teme dhe çdo lloj muhabeti, dhe ti do rastësisht me atë grup shoqëror në rrugë, në kafe, ku dush ti, dhe ai thjesht do të shikoj kështu, edhe do di një gjë, vetëm një gjë për që do ta di tërë Shqipëria pastaj. Po mirë, ndoshta ta hapin aq shumë muhabetin. Tashi, mos ja fusni kohë, se thoni që çunat janë më shumë tash edhe gjithë se gocat nuk qëndron fare. Po nuk është, sepse ideja është që ju mund bëni tash e themen një, ore, s'ndahet fare me qenë një herë para se po bëj muhabet, po ideja është tu, në tërësi, për shembull kur ulesh në kafe me një çun, do rish dy shok kur ulen, do rish gjysore, një orë maksimumi, po them në doza të përditshmërisë. Kurse po tulen dy goca, do rrinë me orë të tëra po ta kenë lirinë. Edhe thashë themet janë pjesë e përditshme. Kurse po t'jen dy çuna nuk ma do mendje që bëjnë thashë theme për ditë ose vazhdimisht ta ç'bëjnë ju, dhe ndoshta mund bjerë një rast që atëherë kur takohemi dhe kur bie llafi ose kur na kanë hyp nervat për ish, atëherë mund ta bëjmë dhe po qëndron kjo që po hyre në gojën tonë. Çunave mund të jetë më keq. Po në përgjithësi nuk ma do mendja se jemi kaq të ndyrë sa na mbani ju, a kuptoj, se ku di unë. Shiko, nuk po them që jeni të ndyrë, jeni pak naiv. Jeni pak nuk pak i mendoni gjërat, nuk i Mm. mendoni gjërat ashtu siç mendojmë ne gocat. E keni këtë lloj problemi. Okej, ndoshta femra është pak më e djallëzuar, po të paktën i mendon më shumë gjëra, ndërsa çuni e thot një fjalë dhe hajde. E kalon për aq. Unë mendoj, unë shkoj në palestër çdo ditë javës, edhe gjithmonë rastis në orare që janë djem. Dhe mund të rri të bëj një ushtrim ku ka 5 çuna dhe mund të dëgjoj 100 llafe për 100 femra të ndryshme. Për shembull, çdo lloj fjale, ajo goca kështu, ajo atje, pa atë këtej ata ande. Po më janë komplimenta. Jo komplimenta, e mbaj në gojë. Jo komplimenta, janë shumë të pa edukat, edhe unë i dëgjoj edhe nuk reagoj, edhe pastaj thjesht i shoh me një sy judgmental, jam like o zot, sepse femrave, mund të them që deri në një pikë i ka lezet të merret me llafe apo me thashë theme, sepse është natyra e femrës, po nuk ka gjë më të shëmtuar mendoj unë se sa dy meshkuj apo një grup me meshkuj që diskutojnë dhe merren me thashë theme për femrat. Është shumë gjë e shëmtuar në vendimin tim. E di se kjo më preku në tela, se kur kam qenë 9 vjeçare, më ka ardhur herë zysha 9 vjeçare dhe ka thënë grulla fazane ka lezet, po burlla fazane rritis. Ku po shkon? Po mirë, mos çfarë lidhje ka tash? Okej, qëndron, është vërtet nuk e mohoj fare këtë lloj pjese. Po mirë, doshta për të futur pak më në brendësi të temës, sepse unë kisha më tepër te raporti, domethënë që ndodh kur hyn një çun në jetën e një vajze, dhe raporti i saj me shoqen e ngushtë. Pra, kjo shoqëria juaj ose edhe dy vajzave në tërësi, se nuk është nevoja që domethënë specifikisht vetëm tek ju dyja. A ndryshon domethënë prishet mund të dalin në plan të dytë në momentin që hyn një djalë në lojë që njëra për jush mund ta ketë shumë qejf? Unë vi nga një grup shoqëror ku unë jam pak a shumë e vetmja gotë single, gati gjitha shoqet e mia janë të lidhura dhe si thua që kam parë të gjitha dimensionet e shoqërisë midis gocave kur vjen një çun. Dhe kam parë edhe këtë anën pozitive, por kam parë edhe këtë anën negative. Që ti je single? Që ke parë kaq shumë plane dhe ke frikë dhe s'di çfarë të bësh apo? Jo, kam parë këtë marrëdhënie si bëhet midis me dhe asaj gocës kur vjen këtë çune. Po pra këtë dua të di unë çfarë bëhet specifikisht, të dua të më tregosh. Kam parë që ndodh në përgjithësi, jo se ndoshta edhe unë po të kisha një të dashur, do shpenzoja shumë kohë me të dashurin, po thjesht disa goca nuk din ta bëjnë atë ndarje midis të dashurit, kohës me të dashurit dhe kohë me shoqen tënde të ngushtë. Po. Ose nëse unë dua të dal me atë, pse duhet ta marrësh atë si rotë tretë. Po, sepse për shembull në shoqëri ka akoma vajza që nuk janë të hapur me prindrit, që ti thon për shembull të paktën me mamin që thon, "Ok, se do dal me të dashurin", edhe thon për shembull do dal me shoqen, të nxjerr dhe ty nga shtëpia dhe pastaj shkon dhe del me dashurin dhe ti duke prit aty një orë, thua, "Ok, do vish, hajde këtej ande." Është akoma dhe ekzistojnë akoma goca që nuk kanë raport me prindrit, që për shembull mund t'i thon që kanë për dal në një date apo do dal me një shok. Do merr dhe ty me vete dhe thotë pres një orë këtu në kafe se do e kita takoj në një kafe tjetër, edhe ti e pret aty dhe çfarë do bësh? Një orë sa mërzitesh. Po mirë, ju personalisht këtë lloj raporti që theti jo se me prindrit e juaj ose me mamin me specifikisht, domethënë mund t'ia thoni të lirshëm gjëra të tilla? Po. A ka problem? Është në gusht. Oh? Po, domethënë nëse I tregon shumë mamin për shembull, ma kam qef këtë çunin, po flas me këtë çunin etj. Domethënë mami im është nëse
mua më shajnë për komente në për TikTok, e sigur që një nga ato accountet është mami ime fake, duke më sharë Që i mua. shan? Po, më shan mua ora. Po. Të sham ty? Po. Pse? Është, shiko, shumë fan si person, por është shumë kritikuese dhe do ka këtë hallin që ma mos më bëhet shumë qefi, ose Mos mos të të tipi vetja në fluturoj, qef, mos të tipi vetja në qef. Nëse i tregoj në një çun, para ca kohë që ja tregova, ishte, sa i mirë, e të çofi ty ai, ti me portretua, ti që bën si mendje madhe, po i me gjë 100 më të mirë se ty më bëri. Hajde mirë pafsh. Jo, unë nuk jam ashtu. Mami që nga kështu motivimi më i madh që duhet Po, një jetë mami për është ajo mamit. hateri që Po, të për shtyn të ecësh përpara. si e ka emrin mami, si ja themi se mund bëhet po dhe Ka gjë, përshëndesim. mamin e nxjerr në TikTok vazhdimisht, se okay. kam goxha të re, goxha të mbaj. Ha, si e ka emrin mami jot? Eriona. Po Eriona, po gocën e ketë mirë, Eriona, nuk e ketë keq, pse ja ul vetë besimin kështu gocës. Por në të njëjtën kohë, mami është ajo shoqja e ngushtë që unë filloj të tallë çun edhe ma shive, se sa idiot. Dhe tallemi bashk. Edhe mami domethënë mban Po. nison. Sa lezetshëm, domethënë qejf ku diun. Shiko, unë mendoj që lumë ne që kemi këtë lloj marrëdhënie me mamin, se ka shumë goca që unë njoh që nuk e kanë këtë lloj marrëdhënie me mamin e vet dhe më vjen shumë keq, është humbje shumë e madhe për to. Po ti o esër se mamin tënde kemi pa, mamin motrën. Po, ta quajmë si të duam, po. Nëse nuk e dini, mami im është 20 vjeçë dhe unë jam 18. Shumë akuzime më kanë ardhur që jam e adoptuar. Okej, kam pranuar, e di shumë mirë që vi nga një mama shumë e bukur, po që jo është mamaja ime. Dhe raporti që kam me mamin është njësoj siç e kam me shoqe. Unë biles mos të them që njerëzit në rrugë mund të shohin mamin dhe ta dallojnë përpara meje dhe të thonë, "Ua, është mami asaj gocës që hedh në TikTok", sepse më ka rastisur në shumë ambiente publike që kanë thënë, "Është që mami kësaj gocës ti?" Dhe i kanë thënë dhe kur ka qenë pa mua dhe ka thënë thjesht po. Por unë raporti që kam me mamin është e kam si shoqe. Nëse se kemi shumë vite diferencë, nuk po e them moshën, do ta lë sekret se sa vjeç është mami. Po më thuje. Mami më ka ditëlindjen për pak. Mirë. Jo, mami më kaloi. Po që gjithsesi jam në një raport shumë të ngushtë që unë mund t'i them për çfarë do lloj. Po, dhe ndoshta edhe kjo juve ju bën edhe që të jeni më haptazi, më kupton, dhe për këtë gjë edhe më tepër. Mami tim biles i bëhet qefi sepse unë kam kaluar një periudhë jete ku kam qenë si djalë, mund të kem qenë si çun harram. Edhe më në fund të bëre grua, thotë. Po, dhe më në fund të bëre grua dhe tha, "Shqyr Zotit më i vajzë." Se kur kam qenë unë që isha si djalë, kur më thoshte një që, "Po esta ke ndonjë crush, ke ndonjë kështu, ke ndonjë gjë?" Thoja unë, "Absolutisht jo, çan këto që thua, mos ma shpif, mos ma kam qenë shumë kundra meshkujve." Edhe kur kam marrë një pikë që i kam thënë për shembull për një djalë, ka thënë, "O Zot, haleluja, shqyr Zotit." Se mami kishte aludimet e veta për orientimin tënd seksual që po. Jo, thjesht ka pasur atë gjën, ka menduar se unë do rija tërkohës në atë stilin tomboy, që mos të bëja si mos kokçar. Po ti je në një lidhje tani për momentin apo jo? Jo, nuk jam. Okej, po kur ke qenë ke treguar mamit? Po. Okej, po mirë, super fare. Kjo është shumë komode. Ka pasur ndonjë rast që në këtë trekëndshim për shembull që krijohet shoqë ngushtë e dashura edhe djali, pra i dashuri në këtë rast, që shoqëria juaj është testuar, që mund të jetë raste për te njëra tjetrës, më kupton se momentalisht jeni të dyja single, po? Keni pasur të shkuar kështu tjetër. Jemi të vogla. Dalin aplikant. Jemi të vogla. Uso kujtova, po dalin aplikantët se neve këtë zonjën këtu që na i thon shumë që i ngjan Megi Pojani te kjo del nëpër klubet dhe bën foto me Megin, thotë që është okay. Na trego çfarë ishte ai rasti që ti kishe shku një 4 orë te Top Channel-i. Ishte nga lezetshëm fare. Sa janë këto muhabete? Jo, ai shumë, por që ishte një ftesë për një emision që e moderon Megi Pojani. Po për sa moderon Megi Pojani? Një dim në një. Atë që moderon. Po pse nuk shkove? Po unë s'po dal me çuna në jetën e përditshme, do dalë në televizor. Unë jam dështimi gjallë. Po pra, televizor. Dështimi gjallë. Për gjet burrat, turpi Po, unë 90 vjeç, do do ngelesh kala me me motor. bus me qumë. Po, mirë e ke bërë mirë. Okej, për të rikthyer te pyetja se u hallakatëm. Pra, e mbani mend pyetjen apo t'ja bëj edhe një herë? Për trekëndshën e Po pra, për këtë trekëndshën që është testuar shoqëria. Sepse për shembull personalisht unë se kam kuptuar kur rolin e një shoqe të ngushtë në një lidhje që fut kundët shumë. Domethënë në përgjithësi ndodh, dhe as nuk e kuptoj fare këtë pjesë që pse kur vjen një lidhje, duhet që e dashura në këtë rast, s'ko ti tregosh të gjë shoqes ngushtë. Domethënë ka një hierarki mendojmë, dhe duhet vi gjithmonë i dashur i para dhe pastaj duhet vi shoqja ngushtë. Paska se mund të kesh vite. Dhe është gjë shumë e kot që fusin hundët, domethënë komplet kot pa lidhje, bën edhe komente të panevojshme ose mendoj që është shumë bezdisë raporti kur janë kështu kaq. Jo, po shiko, varet edhe nga shoqja që ti ke, nga shoqëria që ti ke krijuar. Se unë për shembull kam shumë shoqëri, po që të ngushta kam vetëm disa që mund t'i tregoj çfarë do lloj gjëje dhe unë po ja them me mirëbesim dhe e di shumë mirë se çfarë do më thon, çfarë këshille do më thot ajo shoqja.
nuk po them për lidhje ose për çuna specifikisht, por nëse i kam treguar në një muhabet, shoqet më kanë thënë mua mos e bë. Por që Ti e ke bërë unë prap. Nuk kam Por shumë që nga unë- ato thoshte mos e bëj. Por që unë e bëj, kështu që nuk është se varet shumë çfarë do më thotë shoqja, okay, ajo do japi atë këshillën e vet, do shkoj atë do më thot atë mendimin e saj, si e shikon nga këvështrimi një personi të tretë, po nuk është se ndikon shumë te unë. Sigurisht që unë e marr parasysh, e shoh si një këshillë sepse ajo më do të mirën, por nuk është se ndikon shumë te unë. Prandaj varet edhe nga personi me të cilin ke përballë. Shiko, në rast se po them për një shoqe që vërtet e ke të ngushtë dhe e ke si motër dhe e beson 100%. Unë mendoj që kur unë për shembull do filloj të flas me një djalë dhe e kam krash, e keni parasysh atë shprehjen të errën syt nga dashuria, mund t'i toleroj 10 gabime atij dhe për shembull nëse ja them një shoqe e si mendimin tim që shko pak çfarë bëri ky, çfarë duhet të bëj, ajo e shikon si një person i tretë që nuk është normale, pavarësisht se ti po e fal sepse do që të kesh diçka apo e ke qejf apo dashuria të erë syt e ta heq atë fiksimin, domethënë që ai mund të bëjë diçka gabim. Shoqja për shembull të thotë që shiko sa ai nuk e ka mirë këtu dhe ti për shembull kur ndahesh dhe rianalizon thua, di që paska pas të drejtë kjo goca që po ma thot, po që këto muhabete nuk mund t'i bësh dot me çdo lloj shoqe, sepse normal ka dhe shoqe xheloze që ta duan të keqen dhe mund të thon vazhdo dhe në fund të këpusin një, po mirë ta bëri se kështu e meritoje. Mirë ta bën Ester. Jo, Ndërkohë ka që- çan bën njëri. Po jo. Nëse ju duket që sjellni shoqe xheloze, a kupton se sa kemi, nuk e di sa minuta, po më që për regjistruar dhe keni qeshe, jeni putheni për qafu 100 herë dhe para se të futeshim në regjistrim. Një date romantik me dashurin apo një dark me të shoqen? Një dark me shoqen. Po kjo pra është shumë pa lidhje. Sepse sepse unë darkën me shoqe di shumë mirë që do kënaqem, e di shumë mirë që do Se qeshim date me shumë. dashurin nuk do kënaqesh. Nuk është një soi. Po nuk është se janë aq interesant shumë atë sot. Po ç'a lidhesh pra me atë? Shiko, unë po flas për dating, ë? Jo që e ke të dashur tamam, se kur ta kem të dashur tamam, ndoshta është interesant, ai ndoshta mund ta zgjell atë, po përsëri do krijoj kohë që shpenzoj më shumë. Pyetja më mirë do ishte një date me një person të ri me një apo person të ri dark apo një dark me shoqen e tënde. ngushtë. Po mirë, po në këtë rast si do ishte? Me Normal që shoqen, dark me Me shoqen pra, po po. mirë, po me një person të ri normal që të dalësh dark me shoqen. Unë kisha me një person që ti je e lidhur, e ke të dashur, këtu ishte. Nuk po them, po flet me një çun me mesazhe ti edhe Nëse prit ke pak. të dashur dikë, unë mendoj që për nga 7 ditë javës, 5 ditë, 6 ditë do jesh me atë. Po. Më thënë, një date ndryshe, okay, mund ta bësh edhe një herë tjetër, kurse kur je e lidhur, raporti ndonjëherë ndryshon edhe ti nuk je më aq, domethënë të dalësh me shoqet e tua apo të bësh siç ke bërë më përpara kur je në një lidhje, sepse ka raporte xhelozie, raporte të tjera, edhe unë personalisht unë do zgjidha darkën me shoqen sepse e dija që në 100% do kënaqesha. Jo se me të dashurin tim nuk do kënaqesha, po thjesht është diçka ndryshe me shoqen. Po mirë, Je më free të flasësh, të kënaqesh, të bësh ta muhabete, jo të merresh me thashë theme për dashurin, po thjesht ku di unë shoh që është diçka që 100% do kënaqesh. Okej. Po mirë, po në qoftë se duke lidhur pak dhe me atë pjesën që ju folë dhe pak më parë. Ju keni qenë ndonjëherë në pozita që ndoshta një shoqe juaj që është lidhur, edhe ju ka lënë në plan të dytë dhe ju jeni mërzit ose është pri shoqëria, domethënë që keni qenë ju në personi tretë në këtë mes që Unë mendoj që dhe nëse mund ta dim historinë pak a shumë. Jo, unë mendoj që kjo gjëja ndodh pak a shumë kur jeni në fillim të lidhjes, ku janë ato muaj mjalti, si i thon, 3 mujorësh i parë që normal ti do të njesh me atë personin, do të kalosh më shumë kohë dhe shoqëria ngjet në plan të dytë. Pastaj mbasi kalon një 6 mujorësh ose një vit e tjerë, normal që fillon dhe i balancon, po kjo varet edhe nga mosha. Mendoj që faktori kryesor për këtë lloj gjëje është edhe mosha. Është shumë e rëndësishme sepse kur je në fazën e gjimnazit, adoleshencës, diçka e ti mosha 16, 17, 18 vjeç, nuk është se je i pjekur mjaftueshëm sa ti të dish se si ta menaxhosh kohën me të dashurin ose shoqërinë, nuk është se bën një ndarje aq të mirë, nuk e menaxhon dot aq mirë sa që ti mund të mendosh. Ndërsa kur rritesh pasaj që je më e pjekur, normal që mendoj që je më aftë për ta menaxhuar dhe nuk bën të tilla gabimesh. Vetëm se budallaqe po thoj. Po. Unë mendoj që unë kam qenë në atë pozitën që më kanë lënë vetëm, domethënë, sepse kanë qenë me dashurin. vetëm ti Po, më kanë lënë. Edhe mbaj mend, jam zënë, domethënë me atë shoqen edhe i kam thënë që shiko se ke një muaj pa më takuar, ngele me dashurin çdo ditë. Do vish të takosh muajin ditë. Jo, po do vi, jo, po pse e mendon? Ka qenë gjithmonë ajo arsyeja. Po ti s'ke të dashur dhe s'te kupton, edhe isha normal që e kuptoj, do të kalosh kohë. Do të kalosh kohë me të dashurin. Dhe unë kam qenë gjithmonë ai tipi që i kam thënë,
kur të kesh të dashur ti do ta kuptosh, ja sa të zësh të dashur ti dhe mbajmë do të çojmë vetë që dalësh ti, nuk do të themi hajde dil me ne, do të themi shko dil me dashurinë tënde. Unë kam qenë like jo, sepse duhet të kesh një raport, okay, me dashurinë shumë ngushtë, por nuk duhet ta lësh shoqen mbrapa, se në momentin që ti rasti më i keq do ndahesh me dashurin, më fal, por do vesh do plasesh prapë tek ajo shoqja, edhe mendoj që nuk do jetë i njëjti raport kur ti e harron një person e zëm 3 muaj edhe mund të kujtohesh njërin e kaq, nëse duhet mbash relata me të dy. Këtë mendoj unë. Si që thash, lidhet shumë me këtë pjesën e pjekurisë. Sa i pjekur jeta menaxhosh. Mirë, këtu na u përgjigjet shumë diplomatë në fakt. Interesante, nuk e prisha. Tregoni pak, kush do ishte një takim first date ideal për ju? Çfarë duhet bëj një djalë? Ose si duhet i trajtoj, ku ta di un kapeni, çfarë duhet veshë, çfarë duhet sillet, ku duhet ju çoj, gjitha me radhë, domethënë. Për mendimin tim, dua që ai djali që unë do dal në date, e para të më thonë një herë bëu gati, vishu classy, vishu sportive, vishu kështu, vishu ashtu, do vi do të marr në Shënojmë ja, bile se këtu e kam stereolapsin. Shënoj sa gjëra ti kemi parasysh. Do vi do të marr në këtë orë, do shkojmë këtu, edhe ka, domethënë në orën 8 e zëm deri në orën 12 do jesh me mua dhe pik. Duhet që mashkulli të bëjë një statement që do dalin në date me ty, jo si ata tipat që të thonë po ku dush ti vemi? Ku dush ti? Ku do të shkojmë? Do dalim xhiro me makinë 24 orë makinën e kemi vetë. Do të bëjmë një xhiro me makinë. Po ku do dalësh ti? Ku do ash ti? Është shumë keq, valla. Ndaje mendjen thuaj tjetrës, ore do vemi këtu edhe pikë. Edhe unë ndaj mendjen që duhet të bëhem gati, duhet të përgatitem, duhet gjë që do vesh, duhet të rregulloj flokët, bëj make-upin që të dalë si kukull, edhe kur të dalë të them, okay, ky ka planifikuar çdo gjë, unë jam thjesht tani për shembull në dorë të këtij. Ja lëja ti në dorë. Unë nuk kam pse ta mendoj kaq shumë që është takimi i parë. Se nuk kemi nga ato tipe që themi vetëm mashkull duhet ta bëj, vetëm mashkull duhet marrë atë e parë, jo. Thjesht ai takimi i parë është ajo përshtypja e parë që do mblej ai personi. Unë për shembull një date shumë perfekt do ishte në diku në plazh, sepse unë jam edhe shenja horoskopi peshqit. Jam akrepi, jemi kështu shenja uji. Jemi shenja uji dhe unë jam binjak, po se di ç'a nën kupton kjo. Rrofsh faleminderit. Ky do ishte një. Po pra, domethënë në plazh, po më mend tash se të pyetja ai shkreti ku ke qef të shkosh. Punë e madhe, u bëj çameti. Sikur çka ka. Problemi mua, po pastaj e gjej pse është kaq e tmerrshme. Shiko, problemi mua do ishte që po ku duash? Po hoca dohem. Ç'a duash ti? Unë këtë fjali do të them deri në fund, unë s'do zgjidh asnjë gjë. E kam këtë problem. Jo se kam vetëm ato që unë përgjithësi e kam këtë që s'ka gjë, bëjmë çfarë doni ju. Nuk është se e zgjedh unë, edhe në pjesën e shoqërisë. Edhe ç'a është një tipar pra, që juve për shembull e shihni shumë te ato personat që ju mund të flisni, që keni talking stages ose persona që mund t'i konsideroni si çuna të gatshëm potencial që ju të lidheni dhe pastaj nuk ndodh për XY arsye. Ç'a është një tipar ose arsyeja kryesore që për shembull kaq shumë urrëtie. Nuk thoj sa po me thënë drejtën kështu është si diskutim, kudo në rrjetet sociale të gjeta ndej duke sikur keni kështu një hatërmbetje dhe sikur i kemi bënë një gjë në të shkretët, po me thënë drejtën nuk e kuptoj se. Jo, mendoj që ka humbur komplet eforti nga meshkujt. Zero effort, nuk marrin përsi për asnjë lloj gjëje, nuk është se mundohen shumë për diçka. S'ka meshkujt fort thua ti? Mos bëjmë mall bëj palestër, të vend të tërë palestër, të bëjnë fort, të bëjnë trup. Po, se jemi edhe pak të rënda, kemi edhe pak trup, shumë e zimbajme, po. Dhe me thënë duhet një djalë që Fjorin të ketë akatin ta mbaj. Jo, është qëllimi i Fjorit. S'ka muskuj për vete. Po pra, po s'ke vetë duhet të ketë ai që të mbaj. Kjo, do të thënë kjo ishte ideja. Të kundërta tërhiqen. Nuk mund të jeni dy soj. Pra, gjëja që Fjorit nuk i pëlqen të çunat sot, është që nuk e mbajnë dot. Ishte shpjegimi. A do të thonë tani që është ndo? Është, po jo, më s'kam pasur për çfarë. Nuk më mbajnë dot edhe te pjesa e karakterit, se unë jam një person që kur ulem në tavolinë, do filloj të flas, do t'rregoj, do t'jap muhabet, nuk është se jam nga ato që ulem në një cep edhe do jam kështu. Mirë. Okay. Jo, nuk jam. Nuk jam, as nuk të manipuloj, të bëj unë, do t'rregoj trosh se si jam unë. Po. Nëse ti nuk ke asgjë për të më ofruar, nëse ti nuk është se bën match me atë energjinë time, Ska do pastaj? Pastaj bloku, vizën. Jo, direkt, s'ka asnjë shpjegimi. Po ti o Ester si çka ke këtë gjë që s'pëlqente çunat, më nesër do thotë çunat janë bërë princesha. Ester ne kemi nga Fieri dhe Ester i ka ardhur nga Fieri këtu sot. Po, kam ardhur pikërisht me Gjepsa studion. Po na bëni magji dhe na knoj kom. Ju ndoj të martoheni. Po kur tha Gjepsi kjo i bie, tani se është nga Fieri, Gjepsi baraz magjisë, ç'a Gjepsi tjetër do bëj. Atëherë tani fillimisht unë gjëja e parë që do shikoja, se besoj më pat që ai gjatë isha, nëse do ishte më i shkurtër se mua, do thoja sorry brother, do t'i jepja atë, do ja fusja në bro zone, sepse tani nuk është se kam problem të jetë sa mua, po
Po, shumë kjo është kreta. Nuk mund vesh dot. Ore, unë po them për jo për preferenca personale, po them problematik madhore që ju e Kjo shihni. është diçka. Se nuk ka rënë, nuk jemi të gjithë, okay, unë s'jam i gjatë, nuk jam të gjithë xhuxha ose të shkurtër ose në 1.80 sa çeti për shembull. Gjithsesi. Unë shikoj diçka tek meshkujt. Të çojnë follow në Instagram ti si bën back. Normal si bëj back. Se do Ta të bëj back. heqin. Prit se ta heqin, të futen të shikojnë storyt, të bëjnë vetëm like, mund të bëjnë ndonjë reply, e kupton, të thonë, "O, që nga shumë e bukur." Ato syt me zemra i kanë kështu, çdo mashkull do ta bëj ato syt me zemra tek një story. Edhe pastaj presim pak të heqin e të pusin një mesazh që shkruajnë. Po ti je shëmtuar je, më prandaj normal që s'do më kthesh përgjigje se ç'të duket vetja. Edhe je like, okay, un jam shumë kundra këtyre gjërave, këtyre lidhjeve që fillojnë nga social media. Normale kam zënë shoqe Fiori nga social media, po mendoj që puna, se këtë po diskutoja edhe me mamin. Po të ditë se nuk do e mbash Fiorin Hopa, kështu që nuk nuk ka problem. mund ta Ba, sa e mbaj. marrë që të kesh se më ban kjo mu. Po prandaj që keni po shoqe ka shtim. Thjesht këtë po diskutoja edhe me mamin dhe po i thoya që nuk do kisha dëshirë që një djalë që unë do njeh ta njeh nga social media, nga Instagrami, do bënte reply, të doja që të ishte diçka për shembull, më pa në rrugë e tha, "O, që nga shumë e bukur, lutem do më hapësh pak Instagramin apo do më hapësh pak numrin." Edhe është diçka që ti e shikon tjetrin përballë, edhe okay, kurse këta tani jo duhet të ti çosh follow back, ti bësh edhe like story se bën se ti pa Jo, interesant. për pak e do fusin dhe në close friends. Po, është close friends. Është rësi, kjo është rësi se kam vërre, do më thënë është përhapur shumë si trend. Po më është e keq, a kuptoj, ai qarta si po tregon që ka interes. Më ai djali ka për shembull 100 veta aty, 60% atyre janë Ti nuk femra. e di atë. Unë kam 200 për shumë. Është thjesht hipotetike. Po, ai tani është një çon që ti po të shkruan. Po të nuk e njeh. Jo, ai të fut në close friend direkt sa ti çon back. Po pra ai të fut në Po close sepse ai friend ka follow me një qëllim të qartë, edhe ku është problemi se të nuk shkruan ai. Po do të shohë ti bësh ti like. Pse? Pse ti bëj unë like? Shikon, do të duket se ajo që lule mos më prek, dalet më flasë. Po pse unë s'po jepem shumë tek ty, se jam aq i dhëm mbas teje. Bëhet ti ndonjë gjë. Unë dua që dashurim të jetë i fiksuar me mua valla, të puthi tokën ku unë eci. Po, nuk dua fare. Ku ecën Nesteri? O po bëj shkreti. Të jetë si këta tipat kështu interesant që mos të japim vëmendje. Unë jam shumë anti asaj, nuk është puna e mashkullit. Mashkulli duhet jetë ai tipi që ty të vjen dhe të ofron 100 gjëra të mira dhe ti duhet të jesh në atë feminimitetin tënd dhe të jesh si lule e bukur. E kupton? Jo të bëj ai si lule mos më prek, e të po pse shkruan ti e para ose ti të fut është diçka shumë kështu. Sa të bën back, të fut në close friends, e ka hedh një video, të ngjet makinën, edhe me një këngë kështu, edhe kur vjen shumë specifike më duhet të më thosh. Jo, të thotë kështu, atë këngën e kisha për ty. Më fal, ai ka fut 60 femra tek ai close friends edhe thjesht e kanë taktik kujt i kapi, hajta kapi një nga. Hajta kapi njëri thuaj edhe varet. Hajta kapi njëri misteri, më besoj që kur ulemi me gocat na ka ndodhur të gjithave të paktën një herë. Po pra, domethënë këtë gjën shihni juve që ju shpif, që nuk është ju as shpif, në më thënë se që nuk është se nuk din të ngacmojë nga mrapa, nuk din fare. Pse çka ka qenë ndoshta një ngacmim ose një catchphrase që mund të kenë përdorur kështu në DM sa që ju ka pëlqyer me vërtet për shembull. Më fal, është ajo, e ke babin pastiqir se që ke shumë e ëmbël. Jo, kjo është bazike. Ço bazike më ju gjë shumë e shpifur. Shkojnë më aty o ylli TikTokut. Më fal. O po thoya na një që ju pëlqen. Jo, nuk na pëlqen, mos pëlqen fare të më shkojnë ashtu, nuk e di. Shiko, edhe unë ashtu si Ester nuk do doja kurrë që një çun ta njihja nga social media. Do doja shumë që të na lidhte diçka, për shembull një grup shoqëror se jemi ulur në një tavolinë bashkë, na bashkoj diçka jashtë social media. Ore, 2 sekonda e kuptoj shumë qartë këtë, po dhe një person që ti e njeh dhe nga jashtë, komunikimin që të shkosh për shembull deri te lidha me rrjetet sociale do e kesh. Një kontakt fizik me atë ta dalë po pra, shumë dakord. Po si mi do dalësh për shembull mbaroje dalur, do rish 24/7 me atë personin që del. Çfarë do flasësh në mesazhe, s'ka ndonjë. Po them njohja e parë. Po pra njohja dhe njohja do nuk do konsumohet dhe në mesazhe, nuk është se do konsumohet në mesazhe. Po do ta shoh një herë për shembull me Esterin, tani kemi shumë kimi bashkë, ndoshta do flasim pastaj. Po, keni me vërtet kimi bashkë, kështu që mund ta konsideroni në një të ardhme. Kur bëmi 30 vjeç që jemi pa martuar. Pa martuar në një tjetër. E keni një shok të tillë që e keni bërë këtë pakten që kur shkon 30 vjeç? Jo, nuk bëj pakte, unë fare, unë më mirë i vetëm, vdes vetëm edhe nuk martohem. S'do martohesh fare. Edhe po të vi që puth tokën kur ecën ti. Jo, thona, okay, me atë do martohem, po e kam thënë nuk jam në atë mendimin që kur të vesh 30 vjeç, si e martuar, do martohesh patjetër se të mori fund jeta. Po mirë, për shembull ja ti o Ester, me që dashkë që ky burri jot i ardhshëm, ose i dashuri jot i ardhshëm, të
puth tokën kur ecën ti. Ti edhe ti ja puthash pse tokën ku ecën. Jo, s'ja puthun tokën Po çfarë do i ofrosh ti pra që ai ta puthi? Po ai ka atë gjë që do rri me mua. Edhe është privilegj. Është privilegj i madh që do rri me mua dhe unë do t'jap nga koha ime, do t'rregohem me dashur, do kujdesem, do përkujdesem për do të ta mbaj si bebe, po do përkujdesem si një e dashur. Tani nëse ai nuk bën minimalin që është të puthi tokën, po minimalja. E di pse, e di ku qëndron problemi këtu që meshkuj në momentin që ti tregon sikur një fije që ti mund ta kesh shumë qef, e tregon, e shfaq, i ikën interesi fare. Kaq ishte, harroje. Pastaj 2 ditësh do filloj të shkruaj shumë radhë, pastaj të heq nga Instagrami. Lumi të put një ha edhe ta la aty kështu. S'ka më. Mos e interesante ajo është pastaj pjesa që ti të shkosh dhe një vajzë për shembull ta ndjekësh çike dhe më thon mos të jepet që me të parën. Më fal, para 50 vitesh i ndiqnin femrat meshkujt apo meshkujt femrat? Po para 50 vitesh femrat o zemra i llaft thoshin një kërciste shpulla, nuk shkrasin ka. 50 vitesh femrat kanë pas as i drejtë. Nuk ka qenë. Okej, kanë pas por shumë pak. Nuk ka qenë për shembull të radhiteshin 20 femra, okej, është gabim edhe zite njëri një femër. E kupton dhe i vente asaj nga mbrapa. Nuk radhiteshin 100 burra dhe i vente femra dhe thoshte dua këtë. Është diçka shumë. Unë nuk e di, nëse mua s'do vi nga mbrapa për çdo lloj gjë derisa unë të jap vëmendjen time. Atëherë vazhdo, nuk më intereson. Po pra këtë po thoja. Se duhet të shkoj unë nga mbrapa aty. Ore, unë këtë po thoja, këtu jam dakord me ju. Këtu isha, që interesante kjo është. Se Fiori tha këtë, që të shkruan, momenti që tregon interes të hikën. Që ndodh, është e vërtetë etj. Po se po edhe interesi son shpejt, pastaj ikën ai lezeti, ja kupton se duhet ta ndjekësh i çik çak kot. Kam parë një TikTok që thotë që isha thjesht i fiksuar pas asaj gjës që duhet ta kapja dhe kur e kapa mjeku fiksime. Mima, ajo është gjë që ndodh me gjithë që mos i fusin se po ndodhin. Thjesht e pa atë problem. Se nuk është se ju jeni më të mira, a kupton? Jo, jemi shumë të mira. Jo, po jo, më një sekondë. Pas një TikTok që thoshte, unë nuk jam feministe, nuk mendoj që femrat janë barabartë me burrat, po mendoj që femrat janë më lart se burrat. Po Fiori më duket nuk qenka shumë te kjo animi, te ky kategori që po diskutonte. Jo, shikoj, unë jam jam shumë dakord që mashkulli duhet të shkojë nga pas femrës gjatë kohës etj. Sigurisht duke marrë ato sinjalet mbrapsht nga goca që ajo e ka. Po themi fol me murin. Po, normal, se tani tërhiqje mos tek putësh. Nëse unë të kam qef, o vlla, të kam qef. Pik muhabeti, nuk kam edhe unë se ta lodh shumë e kështu ta konsumoj në përarje, jo po jo, nuk etj. Ikën dhe siç e the edhe ti, ikën lezeti kësaj gjëja. Edhe normal pastaj. Por, sa të arrim deri te kjo pika, prit një herë, se nuk e bëjnë të gjithë sa të arrim deri te kjo pika. Sa unë të them që po të kam qef, se nuk kam nerva sa të shkojnë deri te ajo pika. Po dua të di se po ma thoni shumë në teori. Ore që të arrish te kjo pika. Po. Çfarë duhet të bëj, more? Se duket sikur çdo gjë që bëhet sot, nuk është se ju pëlqej juve, nuk është se ju kënaqet, ta kupton se tokën s'e puthi njeri, apo ti je vërtet ky pretendimi. Do ta puthi aty. Jo, nga menja se lenom. Po ta puthi direkt. Çfarë ndodh, domethënë çfarë duhet bëj? Specifikisht, shiko se puth tokën, normal që s'do veta puthi tokën. E morëm vesh ato po normal. Tjetra. Thjesht tani kur fillimisht kur dalin në date, do më komplimentoj, do përcaktoj datein, jo këtë janë date. Nuk kam qef për shembull që të jem vetëm unë duke folur. Okej, do flas, po durose do flas edhe ky tjetër do më japi muhabet. Pastaj, kur vetet në shtëpi, që je, domethënë, okej, unë dat, do të shkruaj si kalove sot, si bërë, do të bëj për vete me disa gjëra që duhet t'i thoj mashkulli vet. Jo për shembull të shkruaj unë ty, vajta në shtëpi para dhe të shkruaj ty, vajta në shtëpi se unë erdha. E kuptoj, mirë, do ndrojmë temë se ku e konsumuam çik. Ta tregoj unë një rast që më ka ndodhur, nuk është se isha date me ato çune, thjesht po pija kafe. E kuptova që ai më kishte qef etj dhe filloi ky. Un kam këtë, kam atë, kam bër këtë, kam bër atë, jo po familja, jo po kështu ashtu, po më tregonte lekët e mëdha që ky kishte. Mika, e po tregoj gjë që e ka. Ishte hera parë që po. Ishte hera parë që mulur në kafe, unë thjesht isha. Ku i ke? Hajde po e dëgjoja po. Këtu doja të dilja dhe në një moment erdhi një nga këta fëmijët në rrugë dhe i kërkoi këtij lek. A më nëse kemi për vete do t'japim ty. Dhe thjesht unë dora kuletën, i thash, sa leka, sa të vogël, pastaj i thira kamarieres dhe i thash, të lutem shumë pak faturën dhe ky jo çfarë? A mëse kursi ato që kemë vetë, i thash unë se ndoshta s'kes, mjaftojnë për vete. Po jo mos e kisha për këtë lloj gjëje. Po mirë, i thash unë dhe filloi ky duke më pyetur mua, po çfarë të pëlqen ty te një mashkull? Çfarë do të interesante. Dhe unë i thash, rendita disa gjëra dhe në fund fare i thash, e di çam inaptoze mbezis shumë te një mashkull kur fillon flet për lekët. Jo, po kam këtu jam pa atë. Ke lek ti? Më nxjerr sa ke lek tani me vete.
Ti tregoj unë sa lek kam me vete, më tregoj dhe ti sa lek kam me vete, nëse ky është muhabeti që ti do të bësh. Jo, nëse ky është muhabeti që ti do të më bësh, kështu do të më prezantohesh ti mua duke më treguar që kam lek, mi trego vlla, se gjë tjetër ti nuk më ofrove mua. Edhe unë nëse të vi në tavolinë dhe bëj si e bukur që gjykosur kështu, vetëm për atë t'jam prezantuar. Dhe ti ke shumë të drejtë të më paragjykosh, nëse unë nuk dua të prezantoj veten time ndryshe. Po mirë, okay, kjo pjesa e lejve, qëndron kjo pikpamje që thua ti është shumë normale, por për shembull, ju personalisht e vetja juaj keni për shembull shumë të rëndësishme që ai personi me të cilin do lidheni ose të ketë një background të caktuar financiar. Shiko, domethënë është shumë e rëndësishme kjo gjëja për ju sot. Shiko, unë vi nga një familje mesatare shqiptare, 2 prindër punëtor dhe jemi 3 motra. Unë kam punuar që 17 vjeç. Dhe unë që nga mosha 17 vjeçare, po më shumë tani në universitet, unë nuk i marr kokër leku familjes, le të themi. Po, unë jetoj në shtëpi me ta, ujë drita i paguajnë ata, ama pjesën tjetër unë kam të gjitha shpenzimet që i mbuloj vet. Po. Duke qenë vajzë në këtë mosh. Tani unë pretendoj nga ideali që unë po dal, minimumi të bëj këtë. Se nëse unë jam një vajzë që jam rritur me frymën punëtore, që unë duhet punoj për atë gjë që dua, kam disa qëllime, disa gjëra. Që të ketë shumë lek shumë nga familja, të ketë këtë diun gjëra të shtrenjta të caktuara. Shiko, e kam shumë të rëndësishme këtë pjesën e mindsetit që ka ai. Nëse ai ka qëllime për jetën, se mund të jetë edhe kështu, mëse kam lekë të babit dhe hajt mirë pafshin, po mirë pa të lekë të babit diti menaxhor si vllai dashur. Po. A do t'i menaxhoj unë? Nëse do t'i menaxhoj unë. Unë kam një problem se Ester i ka lekë vetë, dhe s'ka nevojë. Jo, prit të filloj Ester. Po jo, më se s'kam kështu, se më vdes aty, po unë kam një problem që kam shumë shef që këtyre çunave që thot Fiori për shembull që thot kam lekë t'ja ul hundën. E t'ja pullsas tavolinë. Pse si ja ulti hundën për shembull? Po për shembull kur vjen puna, unë nuk jam asnjëherë tip që mburret për çfarë ka. Nuk e kam bërë asnjëherë. Unë kam punuar edhe unë që 16-17 vjeç kam punuar. Edhe nuk e kam pasur atë gjën që punoj për hall apo punoja se kisha dëshirë të punoja dhe të nxjerrja shpenzimet e mia. Edhe sa herë që kam rastisur me ndonjë nga këta djem që thotë, jo po kam këtë, janë tipik edhe këta që kanë për shembull makinat e kushurinëve edhe hajde dalim një xhiro me makinën e kushuririt. Kam rastisur që kam dalë kastile me makinën time vetëm që t'i kaloja atje, ose kur kemi qenë në kafe dhe e kam parë si ka bërë se për shembull bëjnë dhe kështu paguaja pak kafet atyre gocave i ka nga mua, kam thënë urdhëro lekët e tavolinës ati, edhe mbaj dhe bakshish për veten tënde, i kam thënë kamerit, kam shumë inat dhe kam shumë qef që t'ja ul hundën e t'ja thyej. Nuk dua fare që të më bëj atë tipin kështu si i lartë edhe sikur si intereson. Jo me mua pinguini vogël. Se do gjesh burr ti o Ester. Pas kësaj interviste sot, unë vë dorën zjarr. Po do bëjmë edhe ca pyetje të fundit, shpejt se kisha në plan që do zgjatej shumë, po jemi në fakt si në limitet e kohës, nuk e di sa kemi bërë që të xhirojmë, kemi bërë një orë, mund t'i kemi bërë, nëse varja. Ja jepni telefonin për shembull njëra tjetrës ose shoqeve të ngushta për të folë me çuna që për tonë vetë ju flisni. Vetëm kur tallemi. Kur është për të tallur, ose e di cila është gjë më e bukur që çunat lexojnë shumë shpejt, nëse ka seriozisht apo thjesht po tallet me ty. Dhe në momentin që unë nuhas që do të tallet ose thjesht do të heq atë fiksimin me mua, çdo bisedë me atë bëhet screenshot çet e grupi dhe qeshet me lot deri në orët e vogla të natës dhe bëjnë ato. Në ky grup chat i gocave që masakrohen. Gjithë. Unë shoqër që i kam si ato skretet që në orbitën tuaj. Jo, nuk është për të gjithë, sepse mendoj që nëse do të ke interes tek ai djali, normal që nuk do t'ja shprehësh ata që nuk janë serioz. Është diçka, unë besoj tek Fiori për shembull, tek Syri, se sa herë mund t'i thonë një shoqë je për diçka, mbaroj. Nuk zgjat më, dhe kam thënë gjithmonë që çoje deri në një stad të caktuar, që pastaj të kesh mundësi që ta shprehësh tek shoqet për X person. Prandaj unë bëj këtë gjë tani, unë i bëj budallishe dhe mbasi një javë them Ester, po më bëra diçka. Them unë çabere. Çabere. I urreni kështu ishte dashurit e njëra tjetrës? Unë s'kam, kështu që Fiori është kështu, nuk ka, do thoya është shënmari, Jo, unë jam një trajner, unë s'luaj. Trajneri s'luaj. Unë jap kështu këshilla, po vetë s'luaj. Okej, kap ma të shkelje në syri. Ta fusim në klip. Po ti? Unë urrej eksat e shoqeve të mia për shumë arsye. Edhe kur më vinë dhe më thonë për shembull ti flas pak se kam një vit pa ataku, vetëm të atakoj them unë, ç'a po thua valla. Për shembull ai vjen tek qyteti ku ti jeton edhe nuk të hedh syt fare dhe ti thjesht ti shkosh nga mbrapa. Jam shumë anti asaj, nuk dua.
Nëse dikush do një djalë do që të gjej apo një ex do që të gjej, do të gjej. Po unë besoj tek ajo teoria për shembull që nëse ti dhe një person edhe po të jetoni në të njëjtën lagje, nuk duhet që të jeni më me njëri tjetrin, nuk do shikoni fare dhe nuk do rastisni në asnjë vend. E besoj shumë atë teorinë. Ora do të rrathonit ku ta diun shoqen e ngushtë për të lidhur me një person të famshëm, domethënë ta fshinit fare, ta shtuknit. Don. Nuk e di çfarë. Ajo është e fiksuar me Don Johnin edhe 100% Dhe kjo për solo, të vinte solo dhe kush është solo, oh my god, solo është më shkurtër se mua. Se po flisim tualet për këtë gjë. Të vinte një ftesë për shembull që të dilte Fiori me Don Johnin apo të vinte te ky podcasti, do kishte ardhur, do ishte bosha i vendi aty, do kishte dalë me Don Johnin. Do na kishte bë vizën, hajde mirëpafshim. Jo, këtë ngënjesht. Mirë pra, edhe një pyetje të fundit dhe mund të shmajmë kështu me pika, me ndarje. Koncepti ose hallkat ideale që duhet bëj një çun që të fitojë zemrën e një goce, ose si duhet vi që të arrijë deri te lidhja. Falje. Një javë talking stage. 2 apo 3 date. Gjatë tërë kësaj kohës, le të themi 2 javë, 3 javë, të vazhdoj bashkëbisedimi dhe të propozoj që ti jesh e dashura. Jo thjesht të thoj jemi lidhur bashkë, jo, të propozoj që ti jesh e dashura e ti. Edhe pastaj mund të vijë, nëse kalon këto provat. Okej, pra. Po i kaloj. Ose kaloj vështirë. Kështu e nisëm këtë episodin sot. E lirum ndoshta çik më shumë se ç'duhet gojën, po s'ka gjë punë e madhe për këtë punë jemi këtu. Ju mos harroni ta diçni të javën e ardhshme. Mos harroni të bëni subscribe dhe shtypni atë butonin e ziles që të njoftoni sa herë ne uploadojmë një video të re. Ding. Edhe gjithashtu shumë kryesor na bëni follow dhe në Instagram edhe në TikTok te faqja e Zero Cap Podcast. Kështu që bashkë shihemi javën e ardhshme. Goca rrofshi shumë që erdhët, shumë kënaqësi. Faleminderit për ftesën. Edhe shihemi, ciao. Bye.